Prej vitish memoriali i heroit ton kombëtar Gjergj Kastriot Skënderbeut vazhdon të tërheqë interesin e vizitorëve nga të gjithë trojet shqiptare, të cilët e vlerësojnë atë si simbol bashkimi. Memoriali Skënderbeut pret vizitor nga e gjithë bota, këtë pohon edhe specialistja e Guides Mariola Gjoni. Duke krahasuar me vitet e kaluara, kemi një vizitueshmëri konstante në raport me 8 mujarin e viteve të kaluara. Përgjithsisht numri më të madh të vizitorëve e përbëjnë nxënësit e shkollave, për shkak se ata vinë në grupe masive dhe organizojnë praktika për të njohur epokën e Skënderbeut. Deri në muajin qershor, 2 muajt e fundit mund të themi janë muaj të cilët neve mirëpresim vizitorë familjar, të cilët janë pushueset në Shëngjin, vinë edhe njohin nga afër vlerat historike të qytetit të Lezhës. Nuk ndalet vetëm me vizitorë vendas, normalisht kemi edhe grupet e huaja, të cilat vinë çdo ditë pranë memorialit të Skënderbeut. Sfera është e gjera, nuk është se janë vendet europiane, mëtej, ka vendet që janë, neve nuk na shkon ndërmend ndonjëherë se mund të vinë nga aq larg, por që sfera është shumë e madhe. Por ata që vizitojnë më shumë janë vizitorë italian, hungarez dhe polakët. Muaji gusht mbetet muaj më tërheqës për arsye të ardhes së emigrantëve në vendlindjen e tyre dhe dëshira nga ana e fëmijëve për të mësuar sa më shumë për sa i përket historisë së heroit kombëtar. Muaji gusht duhet ndalen pak, që është muaj që është më tërheqës për shkak se është muaj ku emigrantët, të cilët përgjithsisht janë të tërhequr nga iniciativa e fëmijëve të vet, vinë edhe vizitojnë valin e Skënderbeut, nga që jetojnë jashtë dhe duan të njohim nga afër historinë edhe vlerat e vendit ku ata jetojnë. Numrin më të madh të vizitorëve vendet se përbëjnë nxënësit dhe studentët shqiptar, kosovar dhe maqedonas, ndërkohë nuk mungojnë dhe turistët e huaj nga Evropa dhe Amerika, dhe pa lënë pas dhe vendet aziatike. Sipas pamjeve të marra nga libri shënimeve, vizitojnë më së shumti përshtypjet pozitive.